Nëse Jezusi vërtet u ringjall prej së vdekuri, atëherë jeta jote ka një kuptim që kjo botë s'mundet me ta zhduk, sado që mundohet. Le të kuptojmë shkurt çka kemi pa deri tash. Jezusi vdiq në kryq. Asnjë historian serioz nuk e mohon këtë fakt. Varri i tij ishte bosh dhe armiqt kurrë nuk sollën ndonjë trup. Djegësit e tij e pan të gjallë dhe vdiqën pa e mohuar kurrë Jezusin. Edhe armiqt, si pali, u transformuan kur e takuan Jezusin e gjallë. Këto nuk janë pralla, janë të bazuara në histori të vërtetë, të mbështetura nga burime jo të krishterë, nga besimi i hershëm i kishës dhe nga arkeologjia. E çka do të thotë kjo për ty? Do të thotë që dhimbja jote nuk zgjat për gjithmonë. E kaluara jote dhe dështimet e tua nuk janë fundi i historisë tënde. Sepse nëse Jezusi ka dalë prej varrit, atëherë vdekja nuk e ka fjalën e fundit, Jezusi e ka. Dhe ai vetë tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetoj. Gjoni 19. Jezusi është i gjallë dhe po të thret ty me emër.